Fshati Gjermi i komunës së Detovës është në rrezik. Shtëpitë në këtë fshat, sidomos gjysma që ndodhet afër bregut të lumit, i cili vërshoi të hënën dhe dërgoi tëra të rrër poshtë në fshatin Poroj, janë në rrezik permanent. Diku rreth 20 shtëpi kanë të çara në muret e tyre, ndërsa banorët shprehen të rrezikuar. Rreziku çdo herë ekziston nga shembja e dheut. Banorët si opsion kanë edhe shpërnguljen, por theksojnë se nuk kanë ku të shkojnë. Pin 70 kjo reka ka bën dam. 70 bile një gjallë 18 vjeç e mojti. 70. E pi atëherë të ka kjo 120 vjeç 30 vojnë ban dam. E shtaj kërkojmë këto branët urgjentisht ndriqen se katon janë rrezik të shkohet e poshtë. Që këto dame që këtë shpajnë që ka përmit, në që këto dame gjinaj ka prish këto gjajet. Qetër gjanë me njerës nuk ka pas dam. Falë Zotit, qetër se nuk di që të thonë. Rrezika, po, ajo ona ka rekan rrezika. E në kjo është, ama ajo ma tepër në rrezik. Pjesa për gjamanit e ka kjo është në rrezik. Për kur është në rrezik? Jo, për moti për 68 ma shumë është ajo. E të ka. Dhe ju jetoni këtu me atë rrezik? Gjithë bëjmë. Qa është paja kënë një komisiona një herë këtu. E litën me gips. A gipsi që prapë ka lirohet. Flenë, me toka këtë. Që ajo shpaja gjithë ashtu. Sa shpej janë krenë? Kënë metja 8-19 shpij, kënë konë 35 janë konë. Janë të rëzohë që nuk i kanë lonë shpijet, janë rëzohë kretë. Të shfar kërkonë? Së nuk kërkesa? Pas kje që të kërkush, nuk ka për në gjane se të kërkush. A me ndoni shpërngull? Po për të shpërngull na imi hazër, ama ku qësh? Ku qësh kimi një vena, që jam as ka papare. Smushë për më shkurëron, kemi venin, kemi një placa. E kemi të mbilur atë infrastrukturën rrugore, do ceva të ujtit, toka që ka rëshit, ka shku deri në Poroj, a gje krejt për këtë ujt ashtë. Ka plasaritje të ndryshme për ujnave, si që e patë edhe të Zhamija a gje. Mendojmë me ndihmën e ndërkombëtarëve edhe komunës, që na vizitoj zonja Teuta Arifi, do të arrijmë ndonjë sukses për sanimin e këtij. Po fshati si fshat kanë rrezik prej rrshitjes dheut komplet. Mirë po, kjo ana knej Xhamin që i thomi ne malla e përtejme, kjo është ma rrezik sepse ka plasaritje shumë më të hershme, dhe çdo lëvizje, çdo shi që bje, gjithmonë kjo tokë lëvizën. Sot në fshatin Gjerm, 5 ditë pas vërshimeve katastrofale në rajonin e Tetovës, qëndruan një komision qeveritar dhe komision nga komuna për të parë dëmet dhe rrezikun që i kanoset këtij fshati. Në këtë fshat po ashtu sot arriti dhe kryetaria e komunës, e cila u shprese për dëmet dhe vërshimet edhe Bashkimi Evropian do të dërgojë ekspert të vet. Shkaku i tërë kësaj situate që ne kemi, sipas tani ne paravlerësimeve profesionale, normalisht lidhet me sistemin dhe konfiguracionin lëvizjes të tokës. Dhe normalisht lokacioni i Gjerm është një lokacion cilin ka pas edhe më herët lëvizje të tilla dhe si rezultat i saj, domethënë ka plasaritje të ndryshme dhe gjëra të cilat duhet të sanohen po edhe të mendohen për të ardhmen. Prandaj edhe qasja, si duket e profesionistëve, është që të fillohet nga lart poshtë, meqense edhe rënimet kur kanë ardhur, domethënë kanë ardhur nga lart poshtë. Normalisht jam e kënaqur që nuk ka dëme më të mëdha. Domethënë, po megjithatë, me rëndësi është që tani në këtë periudhë kohore ne të shohim gjithkundi ku mund të jenë shkaqet dhe mundësitë për sanim të problemeve. Ndryshe, fshati Gjerm numëron rreth 110 shtëpi, kurse gjysma e fshatit është rrezik që nga vitet e 60-ta e këndej për shembje të dërsishme. Ekspertët thonë se në këtë fshat është rrezik të jetohet, sepse mund të shkatërrohet i gjithë fshati dhe fshatrat që ndodhen poshtë.